Sot kemi kënaqësi në studio të kemi edhe një përfaqësues, një zë i cili përfaqëson mira nxënës të shkollave të mesme në vend. Ai është një nga zërat kryesor që angazhohet për të drejtat dhe mirëqenien e nxënësve, duke u përpjekur të sjellë ndryshime konkrete në arsimin vendor. Bëhet fjalë për Berin Muhamet, kryetarin e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme, dhe në këtë bisedë ne do flasim për vendimin e fundit që maturantët ja bën drejt Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, po ashtu do diskutojmë pak edhe për sfidat e Unionit, problematika që hasin nxënësit dhe cilat janë iniciativat për të ardhmen. Berin, faleminderit, e dim që e ke agjendën shumë të stërngarkuar sot, po respekti yt nuk mungoj edhe sot të jesh pjesë e emisionit. Të lutem Xhenan, është kënaqësia ime. Ajo që e diskutuam, e thashe edhe më herët, është një gjë që e bët ju një kërkesë ndaj Mashit apo Ministrisë të Arsimit dhe Shkencës për të zhvilluar matura shtetërore në shkolla. Si arriti deri tek kjo kërkesë dhe a ishit optimist se do pranohet nga Ministria? Pra nga ana jonë si Union, kur u publikua lajmi nga ana e qendrës shtetërore të provimeve, se matura shtetërore do të mbahet në amfiteatre vetëm për nxënësit që janë nga Shkupja dhe nga Shtipi. Aty ishte ai reagimi nga ana e nxënësve se ndiheshin të diskriminuar, pse qytetet tjera nuk duhet të shkojnë nëpër amfiteatra, po ngelin shkolla, por vetëm Shkupja dhe Shtipi do duhet të shkojnë në amfiteatra. Atëherë patëm një analistë të cilën bënëm si ma mirë të kisha thënë anketë si Union. I pyetëm nxënësit nga gjithë Maqedonia se çka ju konvenon më shumë, a janë për më shumë të rinë në amfiteatro, apo më mirë është ta kalojnë maturën dhe të nënshtrojnë maturën shtetërore në shkollë. Dhe prej anketës morëm përgjigje më shumë se 80% për nxënësat të cilët duajnë maturën shtetërore të zhvillohet në shkolla. Atëherë shkuam me kërkesë tek Ministria e Arsimit edhe Qendra Shtetërore e Provimeve, u drejtuam tek të dyja edhe për takim, u takuam edhe diskutuam rreth problematikës, shkak se nëse dëshirojmë matura shtetërore të jetë legjitime dhe ta marrim një foto të vërtetë se si është gjendja realiteti me maturën shtetërore tek ne, nuk është kjo mënyra se si mund ta marrësh, shkak se nëse Shkupit edhe Shtipit nxënësat janë në amfiteatro, ku do të kenë pak shtypje më të madhe, se është hapësirë e re, nuk është si në shkollë. Ato nxënësa është hapësira më e madhe për ata me dështu maturë shtetërore, ose nuk isha thënë me dështu, por me marrë not pak më adult. Po ne e dim se kanë edhe frikë, edhe atë ditë e jo më tash nëse edhe janë në hapësira të reja, metode re, eksperimentale, me njëherë e ke një frikë në vete, e ke një ndroj. Shumë normal. Edhe këtu e kishim problemi se Shkupja dhe Shtipi kishin pas asi problemi ku nxënësat kishin marrë nota më dopta, kurse prej qyteteve tjera të cilët e kishin bë maturën shtetërore në shkolla, ato kishin korë sukses më të madh dhe automatikisht kur vjen koha për pranimin edhe aplikimin në fakultet, nxënësat prej Shkupit dhe Shtipit nuk i kishin pas notat e mira për me mujt mu pranu në fakultete më prestigjioze, kisha thënë këtu në Maqedoni. Edhe prandaj tham të ketë transparencë dhe të jetë ferm matura shtetërore, ashtu u takuam edhe u morëm vesh edhe nga ana e Ministrisë, pretëm vendimin, na tregojnë se apo pranojnë, domethënë matura të zhvillohet. Pastaj kur u takuam me Qendrën Shtetërore të Provimeve, na thanë se vjet, shkaku se vjet ishte ajo eksperimenti kur u bë matura shtetërore të mbahet nëpër salla sportive ose korridore të shkollave. Prej aty kanë marrë mesazhe prej disa shkollave të cilat nuk i kanë pas kushtet të duhura për me mujt me zhvillu maturën shtetërore. Edhe për ato shkolla, shembull si Maria Kiri, kisha marrë shembull si shkollë këtu në Shkup, e kanë bërë në amfiteatrat të fakulteteve. Edhe ajo ka shku direkt si kërkesë e shkollës. Edhe shkaku se edhe shkolla nivel të Maqedonisë, Shtipi për shembull ka në 2 ose 3 shkolla të cilat kanë çuar kërkesë deri te qendrat e shtetërore e provimeve nga shkolla e Tetovës e mjekësisë, ato kanë çu kërkesë, shkaku se nuk janë gjendje për mbush kushtet, edhe prandaj kërkojnë të i për amfiteatro në fakultete. Në fakultete. Se pranoi Ministria këtë kërkesë? A kishit problem derisa ja treguat gjithë këtë analizë që e keni bërë dhe vendimin e mirë për të gjithë nxënësit e gjithë Republikës, të themi, jo vetëm nuk e keni menduar vetëm Shkupin, po keni menduar gjitha shkollat tjera. Ju pranuan mirë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sepse shofim që ka jo mos marrëveshje, po jo mirë kuptim, sepse ndoshta edhe ju gjeneratat e reja tani pak më larg synoni, më ndryshe ju i shihni gjërat dhe më mendje hapur, më mendje ndritur jeni.
Fatmirësisht kisha thënë nga ana e Ministrisë së Arsimit, sidomos këto muajt e fundit kemi bashkëpunim goxha të mirë për çdo iniciativë nga ana jon, sidomos edhe tash që u bashkuam tre organizata dhe në disa raste edhe veprojmë bashkë, si është Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme, Trupi Nacional i Studentëve dhe Forumi për Ndryshimin Arsim, si tre organizata të cilat mirën me përfaqësimin e trive dhe mbrojtjen e trive, duke i fuzë gjimnazistët edhe studentët me një vend. Kemi pas plan aksionar të cilin e kemi prezentuar edhe para ministreshës personalisht, edhe kemi marrë mbështetje të madhe gjatë sidomos këtyre muajve të fundit. Edhe kur ishte në këtë situatë, patëm hapësirën për mu shpreh dhe për t'tregu se cilat janë ato anët pozitive dhe anët negative. Edhe këtu tjetë ajo ankesa shkaku se nëse po shkollat nuk janë gjendje mi përmbush kushtet edhe shkollat drejtohet vetë të kërkon domethënë hapësira ekstra, ajo është tjetër, ama tjetër është kur duhesh vetëm nxënësat e dy qyteteve me çuna për po dhe mos bëhet një ndarje e qyteteve. Edhe për shkaku se kuptun ato pse kemi qëllimin rreth transparencës dhe tjetë matura fair për të gjithë, edhe u pranu brenda mundem thënë 3-4 ditëve. Kur jemi të transparenca dhe ajo e të qenurit fair, çfarë masash duhet të ndërmerren që edhe provimet të zhvillohen në mënyrë sa më transparente, mos të ketë, të them, lëshime nga njëra anë, shtrëngata nga ana tjetër, të jenë sa më transparente që edhe nxënësit vetë kenë atë lirinë se vetë periudha e maturës shtetërore, edhe neve që unë nuk e kam pas, në kohën time s'ka ekzistu matura shtetërore, tani unë kur e mendoj që nxënësit futen në maturë shtetërore, unë brengosem për ta, sepse e di se një test të thjesht ta kalojmë brenda një ditë është e vështirë, jo një maturë shtetërore e cila është shumë vendimmarrëse për atë se ti ku do e kesh hapësirën të regjistrohesh në universitet. Është e vërtet, por unë prapë kisha thënë se një stres edhe një shtypje e cila ju bëhet nxënësve që ka pak efekt negativ, shkaku se nëse krahasojmë gjeneratat e vjetra me gjeneratat e reja, mënyra e funksionimit është pak më ndryshe. Gjeneratat e vjetra ka shku më atë përulljen edhe kërcënimin edhe ato që ti s'mundesh me bo, që i ka shpi ato të shkojnë ala të bojnë ma shumë se sa që mundën. Kurse nga gjeneratat e reja, nëse i përdorim të njëjtat fjalë dhe të njëjtat praktika, janë gjendje pak mi frenu gjeneratat. Edhe prandaj duhet patjetër të ndrohet ajo mënyra e komunikimit. Prej nxënësve vërehet për vitin e parë se ka një numër profesorëve të cilët edhe bëjnë shtypje të nxënësat se matura është diçka shumë e frikshme, e cila nuk mundesh. Unë ashtu e mendoj. Me tregu drejt, matura shtetërore ka notë mesatare prej notës 3. Domethënë ajo është nxënësi i cili ka kalu shembull me notën 4-5 në shkollë të mesme prej vitit parë deri në vitin e 4, s'duhet me pas hiç problem maturën shtetërore. Se nota e saj është 3. Ka rast standardi, është ullë standardi, është paksu materiali edhe çdo vetë është u paksu pak nga pak, sa i përket asaj përputhet me programin të cilin e kemi në shkollë. Prandaj prap kisha thënë, mirët pak edhe shtypja nga ana profesorëve, cilët dinë ta bojnë maturën shtetërore pak si të frikshme dhe si që të pamundshme për nxënësat me kalu, por sa i përket nxënësve të cilët janë të interesuar, është më së miri të futen domethënë qendrën e provimeve testuese, i kanë provimet e maturës prej gjitha viteve të fundit, paraprake, plus i kanë edhe dhënta përgjigjet e sakta dhe aty ki hapësirën për më ushtru. E bën një komparacion, plus ka edhe përmbledhjet pyetjeve të cilat ekzistojnë, edhe nëse i merr përmbledhjet e pyetjeve ki përmi se 700-800 pyetje, edhe për çdo lan. Edhe këtu është krejt tematika në ato se materiali është i njëjtë, nuk mundet me dalë pyetje plus. Kur ta krahasosh maturën prej 2008 deri në 2025 tash kur të nënshtrohemi tash gjeneratat 2006, nuk munden me dalë çdo herë pyetje të reja. Relativisht të cilët materiali në vendin e njëjtë, kështu që me para përgatitje. Ato janë lëndët, nuk mundet të shpiket ujë ngrohtë. Keni tentuar se e përmende atë shtypje në profesorëve. Keni tentuar si union të keni një takim edhe me profesorët që edhe ata në mënyrën e tyre, sepse sadopak ne ndikohemi nga mësimdhënësit, jemi ndikuar nga mësimdhënësit dhe ju ndikoheni nga ajo fjalia e mësimdhënësit është e shenjtë. Keni tentuar të bisedoni me ta që ata në mënyrë sa më të butë, të flasin me nxënësit, ta ndryshojnë qasjen drejt maturës shtetërore dhe t'ju tregojnë që ja, nuk është asgjë tragjike, është thjesht vetëm një rikapitulim i asaj që ke mësuar për 4 vite dhe thjesht tani të duhet ta nxjerrësh në një letër.
Për me mujtë mi marrë gjithë profesorët është pak problemi maj madh, shkaku se nëse shkojmë me unionin e profesorëve, ato vetë se janë më të vetëdijshme dhe e din praktikën se si duhet të shkon me trit, por sa i përket numrit më të madh dhe më të gjerë profesorëve, më mirë na ka shku me ato që i kemi informu trit. Gjimnazistët ju kemi thënë se kështu, nuk është matura shtetërore as e frikshme, as e pamundshme, është përkundrazi shumë më e lehtë se testet shkollore ndonjëherë. Nëse merr mi krahasu edhe ndo rastet edhe të ndodh shumë më e lehtë se testet shkollore është. Varet tash normale edhe nxjerrën shkollë jetë duke ndjek mësimin. Sa po dua të gjithë të shohin për moment dhe të gjithë ta marrin atë pozitivitet që po e përçon dhe me aq optimizëm të flasësh. Mendon sa unioni i studentëve i nxënësve kërkojnë ndjesi studentëve se më vetë të bëna më të rritur tani. Unioni i nxënësve ju ndihmon nxënësve në përmirësimin e kushteve apo nevojave të tyre të cilat hasin në vështirësi. Nëse flasim për tash do të ndaj vështirësitë pak si në disa kategori më të ndryshme. Po jo tani problemet edhe më të vogla, se njerëzit ndonjëherë edhe për probleme më të vogla dinë të... Jo, ajo ndodh, por kur kemi raste prej shtypjes, si shembull si ishte rasti tash Norce Nikolov që u ndru drejtori edhe zgjat drejtori i ri pa demokraci, pa votim. Atëherë morën mbështetje nga ne. Kur ishin protesta tash që u bën për tragjedinë në Koçan, prej gjitha shkollave të cilat ishin gjendje të organizojnë edhe kishin dëshirë të organizojnë mbledhje me nxënësët, ju jepshin mbështetje dhe përkundrazi edhe nga ana e shkollave, shkaku se nga ana e ministrisë ishte dhënë si mesazh ose si këshill që mos t'i mundojnë edhe mos bëjnë teste ose hartime ose t'i qonë nxënësat me nota gjatë asaj java, jo ishte javëzie, por kishte prap shkolla që vazhdojshin, nuk i merrshin parasysh dhe këshillat nga ana e Ministrisë Arsimit, por ne e pam se situata ishte goxha prekse edhe nga ana e nxënësve të shkollave të mesme, shkaku se edhe një numër i mirë ishin vetë se nxënësat tonë. Kështu që quam kërkesën gati se në çdo shkollë dhe prej shkollave ku kishte reagime ku drejtoresha ka bëu problem ose ka bëu problem një profesor me ofendime prej më të ndryshmeve. Kemi çu direkt lutje dhe kërkesë tek ata për mirëkuptim ndaj nxënësave edhe zgjedhje tjetër të komunikimit me nxënësat. Shkaku se ishte duke eskalu situata se nga njëna anë nxënësat ishin goxha të ndihshëm, por nga ana tjetër profesorët tash e kuptueshme ishte ajo periudha e 3 mujorshit. Dëshin t'i kryjnë notat para se me mri këshilli. Po, ndodh ndonjëherë kur kërkesat e unionit nuk pranohen? Ndodh, po në disa raste se nëse shkojmë me një kërkesë, shohim ndonjë alternativë tjetër ndoshta gjatë asaj kohe. Shkaku se na jemi ato tritë edhe zakonisht dimë mu kam pak më idealista, por kur takohemi me institucionet e bashkëbisedojmë situatën edhe tregon se po nëse e bëjmë këtë, do i kemi këto... E gjeni me një alternativë. Po, gjendet ajo alternativa, se nëse e bëjmë këtë, thot këto i ki përparësit, këto i ki mangësit, edhe nëse mangësit janë pak si më të mëdhaja, në atë rast vetëm prit ta gjejmë një alternativë ku mangësit janë më të vogla, kurse përparësit i jepin më shumë nxënësave. Po. Për në fund dua bërin një pyetje, cilat janë sfidat më të mëdha që i hasni si union? Se e dim që Sfidat më të mëdha që i hasim si union është ajo prezenca tek nxënësat. Shkaku se mundohemi sa më shumë t'i tregojmë se ka një trup i cili ju është në gjendje t'ju përfaqëson edhe ju përfaqëson për gjithçka. Përveç se në nivel nacional jemi duke i përfaqësuar në nivel evropian, jemi pjesë e organizatës e biros organizative të unioneve të nxënësave të shkollave të mesme në Europë, me 38 unione të nxënësave prej tërë Europës, edhe aty jemi duke i përfaqësuar nxënësat e Maqedonisë, por edhe në nivel nacional. Çdo herë kur vjen për përmirësimin e standardit sa i përket nxënësave të shkollave të mesme, jemi aty dhe jemi duke marrë hapa të ri. Një prej hapave të cilët e morëm është haja, domethënë subvencionuar për nxënësat e shkollave të mesme, kemi lëshuar edhe si kërkesë, kemi lëshuar edhe ligjin i cili normal nga aspekti kisha thënë juridik duhet kontrollohet nga ana e ministrisë, por është nga fundi dhe besoj ka qershori do të fillon edhe me procesin formal. Ajo është ligji për organizimin e nxënësave të shkollave të mesme, kështu që gjithçka shkon në përmirësimin e standardit dhe tjetës për nxënësat e shkollave të mesme jemi këtu. Kështu që kjo është ajo cilën e kisha lidh për
si sfidë më të madhe që mundohemi t'ja u tregojmë nxënësave. Sot do të lëshojmë pak më herët sepse e ke edhe ditën më të stërngarkuar, po kemi shumë të flasim me ty Berin, nuk është hera e fundit që do jesh këtu. Do të marrim edhe për pyetje tjera edhe për çështje shumë të rëndësishme të cilat i tangojnë nxënësit dhe fal Zotit ka një trup siç e përmendet, siç është edhe Unioni i Nxënësve, të cilët ju qëndrojnë mbrapa për kërkesat e tyre themelore, thelbësore dhe pa hezitim futen edhe në çdo sferë vetëm për të gjetur një zgjidhje të më të padhimshme, vetëm për t'ju ndihmuar të gjithë nxënësve. Ja e përmende edhe në nivel evropian, kjo që nuk është gjë e vogël, është për t'u përshëndetur dhe puna e palotshme e juaj, unë shpresoj që të vlerësohet, shpresoj që të respektohet dhe normalisht të arrini sa më larg. Tani do të përshëndes pasi që e ke ashtu ditën dhe situatën që Berini ka takime tjera dhe duhet të shkon, po që do jesh përsëri në studion tonë. Normal, ju falenderit shumë. Miq të dashur, ne do shkëputemi me një pikë të shkurtër muzikore derisa të rikthehemi pastaj në studio me pjesën tjetër ku kemi edhe mysafir tjetër në studio.